Kryeministri Edi Rama udhëton sot në Bruksel me fokus negociatat për antarësimin në Bashkimin Evropian. Kryeministri pritet të takohet me presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa, ku në qendër të bisedimeve do të jetë procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Shqipëria ende nuk ka marrë raportin e vlerësimit të standardeve për reformën në drejtësi, të njohur si IBAR, për kapitujt 23 dhe 24. Pa miratimin e këtij raporti nga shtetet anëtare nuk mund të nisë mbyllja e grup kapitujve. Sipas metodologjisë së re, ekziston edhe mundësia e rikthimit pas nëse kërkohet nga një shtet anëtar. Kapitujt për gjyqësorin hapen të parët dhe mbyllen të fundit në procesin e negociatave. Ndërkohë, pak përpara se të nisej për në Bruksel, kryeministri Rama mblodhi të vetët në Selinë Roz, duke zhvilluar mbledhjen e grupit parlamentar për të diskutuar mbi agjendën e javës. Në mbledhje ishte e pranishme edhe deputetja Belinda Balluku, e cila aktualisht pas vendimit të gjykatës kushtetuese mbetet e pezulluar nga detyrat si zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës dhe energjetikës. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar pritet të vendosë sot nëse dosja penale ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj do të kalojë për gjykim ose jo. Në seancën e 2 shkurtit u mbyll shqyrtimi paraprak, ndërsa sot shpallet vendimi. Seanca e fundit u shoqërua me tensione. Veliaj dhe avokatët kërkuan shtyrje me arsyetimin se nuk ishin njohur plotësisht me provat, por kërkesa u rrëzua. Veliaj kërkoi edhe përjashtimin e gjyqtares Setleva Deda dhe u largua nga salla, por kërkesa u refuzua dhe vendimi do të jepet nga e njëjta gjyqtare. Veliaj ndodhet në arrest me burg prej 10 shkurtit 2025. SPA ka ngritur ndaj tij 13 akuza, mes tyre për korrupsion pasiv, pastrim parash, mosdeklarim pasurie dhe shpërdorim detyre. Në të njëjtën dosje janë dërguar për gjykim bashkëshortja e tij Ajola Xoza, 28 persona dhe disa subjekte tregtare. Detajet të reja kanë dalë në dritë pas dënimit të avokatit të ish-presidentit Ilir Meta, Kujtim Cakrani, në Vlorë. Dyshohet se Skerdilajt Xhindi është personi që e ka goditur me dorez hekuri avokatin Cakrani. Ngjarja ndodhi në ambientet e një karburanti në hyrje të Vlorës, ku Cakrani po furnizonte makinën. Ai u sulmua fillimisht me fyerje e sharje, ndërsa më pas dyshohet se u godit fizikisht me një mjet prerës në pjesën e pasme të kokës. Avokati tha se konflikti mund të ketë nisur për një parkim, por nuk e beson këtë si shkakun real të sulmit. Ai ndodhet prej 2 ditësh tashmë në spitalin e Vlorës. Banorët e Baks Riollit vijojnë protestat kundër resortit turistik me pronar Bashkimulajin. Edhe sot në Velipoj, banorët dolën për të kundërshtuar zbatimin e projektit të investitorit Bashkimulaj, i cili ka marrë lejen e ndërtimit, ndërkohë që çështja është në proces gjyqësor. Banorët kanë ndaluar punimet dhe disa janë shoqëruar nga policia duke paralajmëruar se revolta e tyre do ta shpërsohet dhe se do të protestojnë edhe përpara prokurorisë së Shkodrës. Ata kërkojnë pezullimin e punimeve deri në gjetjen e një dakordësie dhe takimin me investitorin. Mes pronarëve janë edhe qytetarë nga Kosova, të cilët deklarojnë se tokat u përkasin familjeve të tyre për dekada. Banorët kërkojnë drejtësi dhe të drejtat mbi pronat e tyre, duke i bërë thirrje shtetit dhe institucioneve të japin një zgjidhje, ndërsa denoncojnë padrejtësi e presion policor. Mbi 75.000 euro mblidhen për familjen Kola pas tragjedisë në Itali. Brenda 2 ditësh në platformën GoFundMe janë grumbulluar mbi 75.000 euro për familjen shqiptare që humbi jetën në Luka të Italisë si pasojë e helmimit nga monoksidi i karbonit i shkaktuar nga një kaldaj gazi. Fushata u iniciua nga Durim Kola, vëllai 48 vjeçarit Arti Kola. Fondet do të përdoren për mbulimin e shpenzimeve të funeralit dhe transportin e trupave drejt Shqipërisë, ku do të zhvillohen ceremonit martore. 10 persona kanë kontribuar me shuma nga 50 deri në 500 euro, ndërkohë prokuroria e Lukas ka nisur hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe për të verifikuar përgjegjësitë e mundshme, pasi kaldaja dyshohet se ishte instaluar nga vetë pronari i banesës. Një aksident i rënd është regjistruar mëngjesin e sotëm në bypassin e Vlorës, ku janë plagosur rënd babe bi. 2 automjete u përplasën me njëra tjetrën, e përpasoi vajza ka psuar dëmtime në pjesën e kokës dhe është transportuar me urgjencë në spitalin e Vlorës, ku po merr trajtim mjekësor. Gjendja e saj për momentin paraqitet e rënd. Ndërkohë jati i saj ka marrë dëmtime në krahëror, por ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Në vendngjarje mbritën forcat e policisë, ku po hetojnë për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e aksidentit të rënd. Në Hag nis sot faza përmbyllëse e gjyqit ndaj 4 ish-drejtuesve të UÇK-s. Në dhomat e specializuara fillojnë deklaratat përmbyllëse në çështjen ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit, duke shënuar hyrjen e procesit në fazën finale. Të akuzuarit përballen me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, përfshirë ndalim të paligjshëm, torturë, vrasje, zhdukje me forcë dhe përndjekje për periudhën 98-99. Ata janë deklaruar të pafajshëm për të gjitha pikat e akta akuzës. Prokuroria pretendon se veprat janë kryer në kuadër të një strukture të përbashkët kriminale, ndërsa mbrojtja ka kundërshtuar këtë qasje, duke mohuar përgjegjësinë individuale dhe ekzistencën e një komande të
decentralizuar. Që nga prilli 2023 janë dëgjuar 10 dëshmitar dhe janë administruar qindra prova. Pas përfundimit të deklaratave përmbyllëse nga të gjitha palët, trupi gjykues do të tërhiqet për vendimin përfundimtar në një prej proceseve më të rëndësishme pas lufte në Kosovë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani bën të qartë se orientimi euroatlantik është zgjedhje strategjike dhe pjesë e identitetit të shtetit Kosovës, pavarësisht pengesave politike dhe institucionale. Osmani vlerëson rolin kyç të SBA-ve dhe aleatëve të NATO-s në krijimin e kushteve për lirinë, pavarësinë dhe ndërtimin e institucioneve demokratike. Ajo thotë se bashkëpunimi aktual me administratën Trump fokusohet tek mbrojtja dhe ekonomia, duke nxitur investime dhe rritje të kapaciteteve ushtarake. Presidentja thekson se Kosova është harmonizuar plotësisht me politikën e jashtme dhe të sigurisë së BE-s, përfshirë sanksionet ndaj Rusisë, edhe se vendi nuk ka dhe nuk do të ketë zona gri në orientimin ndërkombëtar. Ajo pranon vonesat në liberalizimin e vizave dhe mungesën e statusit kandidatit për BE-n, por rithekson se qëndrimi strategjik i Kosovës mbetet i palëkundur. Ambasadori britanik në Beograd, Eduard Ferguson, fajson si Serbinë ashtu edhe Kosovën për mungesën e progresit në dialog. Ai thekson se të dyja palët mbajnë përgjegjësi për ngecjen e procesit të normalizimit. Ferguson i bën thirrje Kosovës të formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe sipas marrëveshjes së Brukselit të vitit 2013. Njëkohësisht ai kërkon nga Serbia të zbatojë angazhimet e saj për fshirë mosbllokimin e anëtarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Sipas tij, marrëveshja e Ohrit e vitit 2023 ofron një kornizë të qartë për normalizim, por thekson se zbatimi i saj varet nga vullneti politik dhe angazhimi konkret i të dyja palëve. Xi Jinping pritet vizitojë SBA-t në fund të këtij viti. Kështu njofton presidenti amerikan Donald Trump, duke konfirmuar se lideri kinez do të ndalojë edhe në Shtëpinë e Bardhë. Lajmi vjen pas një bisede të gjatë mes dy presidentëve ku diskutuan çështje kyçe si tregtia, Tajvani, lufta në Ukrainë dhe situata në Iran. Sipas planit aktual, Trump do të udhtojë fillimisht në Kinë në muajin prill përpara vizitës së Xis në Washington. Ky shkëmbim vizitash zhvillohet në një klimë marrëdhëniesh të tensionuara, por funksionale, mes dy ekonomive më të mëdha në botë. Që prej rikthimit të Trump në Shtëpinë e Bardhë, SBA-t kanë vendosur tarifa të reja për sektor si çeliku dhe industria e automjeteve, si pjesë e strategjisë për rishikimin e balancave tregtare. Megjithatë, pavarësisht përplasjeve dhe përpjekjeve për të ulur varësinë nga Kina, lidhjet ekonomike mes dy vendeve mbeten të forta dhe të ndërlidhura. Lideri i opozitës venezueliane Juan Pablo Guanipa u rrëmbye në Caracas vetëm pak orë pasi ishte liruar nga burgu. Kështu njoftojnë familjarët dhe aleatët e tij politik. 61 vjeçari, kreu i Partisë Konservatore Primera Justicia dhe një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë, Maria Corina Machado, u lirua të dielën pas më shumë se 8 muajve burg për akuza të dyshuara terrorizmi, që ai ka mohuar vazhdimisht. Sipas Machados dhe familjarëve, një grup burrash të armatosur rënd dhe me veshje civile mbërritën me disa makina në lagjen e tij dhe e morën me forcë pas mesnatë. Djali i tij rrëfen se rreth 10 persona të pa identifikuar e rrëmbyen dhe partia e tij fajson figurat larta të qeverisë për çdo rrezik ndaj jetës së tij. Ky incident ndodh ndërsa Venezuela po përpiqet të lirojë të burgosurit politik nën presion ndërkombëtar, edhe në kulmin e tensioneve politike për të ardhmen e vendit. Khaled Mashal deklaron se Hamasi nuk do të çarmatoset, pavarësisht presionit nga SBA-t dhe Izraeli. Gjatë një konferencë në Doha, ai thekson se kërkesat për çarmatimin dhe kriminalizimin e organizatës janë vije kuqe dhe të papranueshme për Hamasin. Sipas tij, rezistenca e armatosur është pjesë thelbësore e identitetit dhe strategjisë së organizatës. Mashal kërkon nga komuniteti ndërkombëtar një qasje të ekuilibruar ndaj Gazës, duke theksuar se rindërtimi dhe ndihma humanitare nuk duhet kushtëzohen me heqjen dorë nga armët. Ai paralajmëron gjithashtu se Hamasi do të kundërshtojë çdo përpjekje për të vendosur administrim apo sundim të huaj në Gaza, duke e cilësuar një skenar të tillë si të papranueshëm.